Dy ajetet e fundit, surës Al-Baqara, jashtëzakonisht të rëndësishme. Nga këto hadithe edhe kuptuar sa të rëndësishme janë nëse i lexon natët. Natët do me thanë prej prarimit diellit. Kur do lexoj prej prarimit diellit, ka thënë Muhamedi alayhi salam, ai i cili lexon natën me natë, në një natë, i mjaftojnë për atë natë, i mjaftojnë për gjithçka. E hapne, i mjaftojnë për adhurim, i mjaftojnë për ujtje për shejtanit, i mjaftojnë për lutje, i mjaftojnë për gjithçka kanë ta. Nga një hadith çuditshëm, o ka një herë Gjibril alayhi salam te Rasulullah alayhi salam, e ka një za në qiell, një tingull, domethënë është duk diçka sikur kur hapet në derë. Një kësi tingulli, sikur kur hapet një derë. Ka thënë Gjibril alayhi salam, i ka thënë Muhamedit alayhi salam, ka thënë që kjo derë kur nuk o hap, kur nuk o qel kjo derë. E ka dalë prej asaj derë një melek. Ka thënë Gjibril alayhi salam, kur ky melek nuk o dalë. E ka zbrit në tokë, ka thënë Gjibril alayhi salam, ky melek kur nuk o zbrit në tokë. E ka zbrit te Muhammed alayhi salam ky melek. Edhe i ka thënë Muhamedit alayhi salam, myshde, përgëzim për ty, të është dhënë diçka që si është dhënë kurkojna përpara, as në Rasulit. E kjo është surja Al-Fatiha, edhe dy ajetet e fundit surës Al-Baqara, përfundimi surës Al-Baqara. Këto që po folim na për ta, ka thënë Muhamedi alayhi salam, i mjaftojnë çdo harf që e lexon robi prej tyne i jepet. Unë sot e kam provu sa merr kohë për me të kallëzu ty, 1 minutë e diçka, ma pak ose ma shumë se 1 minutë. Por afërsisht ti merr nëse i lexon këto. Tash ku më mundu me ti lexu që ti edhe ti më mujt me lexu bashkë me mua nëse se din, nëse i din lexoj. Kur me lexu pas prarimit diellit. Si të praro dielli, hin koha kur mundesh me lexu deri në mëngjes. Mirë po, sa më herët që i lexon, aq më shumë përfiton. Për shkak se ka thënë Muhamedi alayhi salam, i mjaftojnë për atë natë. Domethënë nëse i lexon në fillim natës, e ke zon rujtjen, e ke zon mbrojtjen, e ke zon ndihmën e Allahut azza wa jall prej fillimit natës. Unë po mundova me të lexu këto dy ajete e ti provoje me thon bashkë me mua, nëse i din thuaj veten Allahu azza wa jall ta lehtësoft. Para se me thon, a ban me lexu shqip? Jo, nuk ban. Nuk ban për kthimin e ty në gjani në tana anë në për internet. Unë po mundova me shkronja tona që me mujt me marrë vesh edhe ti shkrimin, edhe mundova me lexue ashtu që shenin, po e gjanë edhe gjithkohë në internet, të më thanë, nëse të vjen ma let me e mësu për internetet, mësua kryesorja, mësua ku dush, mësua edhe thuje. Jetët fillojnë, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Thuaj çdo natë thuaj. Elusëm Allahun azza wa jall me avletësu.